çfarë përbënte besatimi? Ata e dhanë besën pejgamberit se na ty të besatohemi. E çka përbënte besatimi? Shkoni të ndrozër sa është më rëndësishme me kuptu se mbi çka ndërtohej thirrja e pejgamberit alayhis salatu wasallam. Mbi çka ndërtohet thirrja islame, mbi çka ndërtohet udhëzimi islam. E që shpesh njerëzit tentojnë me e deformu këtë thirrje, ose me i dhënë kahje tjera, apo edhe me akuzu për këtë diçka tjetër islamin që nuk ka të bëjë me të. Njerëz të parë, sikur të kishte pejgamberi qëllime të caktuara, kishte me e përdor këtë grup për qëllime të veta, me që kanë ardhur ata, kishte më u tregu aty në sekretet. Mirë po pejgamberi është i hapur, si për ta si për tjerë. Thirrja e islamit nuk është thirrje sekrete, nuk është anonime, nuk është pa adresë, nuk është pa përmbajtje. Islami është fe e hapur, libri Kurani është i hapur, hadithi pejgamberit është i hapur, kush don mund me qele me lexu, mirë po me një të mirë, pa paragjykime dhe ngarkesa, të merr serimet e duara nga njerëz të dishëm, jo vetë të merr guximin edhe shtjell në komente nga se mundet me keq kuptu shumë. Mirë po është i hapur. S'ka diçka të mshehur që veç hoxhallarët e din. S'ka ato. Kush don mund me studiu me mësu Islami është i hapur. Nuk kemi një dhomat mbyllura, të fshehura, sekrete. Islami është për njerëzit. Edhe është mëshirë për njerëzit. Andaj pejgamberi alayhis salam të ndërgozur u dha disa parime. E para tha, në kohën e besatimit ishte të besoni në Allahun e mos i bëni Allahut shok. Në kjo është baza, esenca. Nga këtu ndërtohet gjithçka. Kur është besimi i qëndrueshëm, kur është besimi i pastër, kur është besimi i argumentuar, kur besimi është në përputhje me natyrshmërinë e njeriu veç fillon me vendos një themel të fuqishëm për të ndërtuar tash mbi të parimet dhe bazat e tjera. Andaj çështja e parë është normalisht haku i Zotit. Dhe kjo është parimor, edhe është parsor, edhe është primar. Haku i Allahut është më i madh. Normal se është krijuesi jon, ai është kujdestari jon, ai është furnizuesi, ai është dhuruesi begativ, ai është mbrojtësi jon. Andaj njerëzit duhet që fillimisht të interesohen dhe të shprehin gatishmërinë për të zbatuar obligime që kanë ndaj krijuesit të tyre. Mas pari ndaj Zotit te barekuhu teala, Allahu çka thot, Allahu çka kërkon. Dhe pastaj të filloj edhe të shpaloset pjesa e mbetur e udhëzimeve të Muhamedit sa që kishte bënë të tash edhe me rregullimin e raporteve me njerëzit. Dhe ky është balanci që Islami e sjell në jetën e njerëzve. Jo vetëm udhëzime për raport me Zotin, jo vetëm udhëzime për rregullimin e raporteve me Allahun azza wa jall, por edhe rregullim i raporteve mes njerëzve. Ndërtojmë raportin me Zotin, fuqizojmë raportin me Allahun xhalla xhelalu dhe pastaj në bazë të këtij raporti me Allahun azza wa jall ne ndërtojmë edhe raportet tona mes vete.